Allahun e falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për të ligave të shpirtit ton. Atë që Allahu subhanahu wa ta'ala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që e humb, ndërsa atë të cilën e lën të humbur, nuk ka kush që e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre të cilët ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Të nderuar vëllezër, në këto minuta të cilat do t'i kalojmë së bashku, do të flasim për atë që e kem premtuar në hutbën e kalume. Kem fol dhe kem thënë se do të flasim për veprat e banorëve të xhennetit, veprat që bëhen shkak me futur robin në xhennet. Allahu na bëf për xhennet live, ja rabbel alamin. Neve, prindërit tonë dhe gjithë muslimanët, ola për të Allahut. Kja një frikën Allahut ashtu si që ja apo si që i takon Allahut te bareke ve taala. Dhe ta dini se xhenneti është vend banim i të devotshmive. Është shpërblim për durimtarët, është vend qëndrimi për hershëm për ata që punojnë vepra të mira. Në xhennet dashurit e mi nuk mundet me hy dikush pa qeni devotshëm. Allahu thot: "Tilka al-jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya." Thot Allahu, këto janë xhennetet që ne i kemi bërë me i trashëgu robrit ton të devotshëm. Pastaj thot Allahu: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Nxitoni drejt faljes Zotit tuaj. Dhe një xhennet që gjërësia e të cilit është sa gjërësia e qiejve dhe e tokës, e i përgatitur për të devotshmit. Xhennetit dashurit e mi don vepra. Në xhennet me hy, du të me i bo punë për xhennet. Në xhennet me hi qyll s'ka, po i bi trup. Në xhennet me hi qyll nuk ka. Me këtë Kur'an që ka na e kemi për para, dhe me sunnetin e pejgamberi s.a.s. as një ajet së mundesh me gjithë, as një hadith që të regon se në xhennet mundesh me hi pa vepra. Për me hy në xhennet, du të me bo punë të mira. Me bo punë të mira, me indajt gati veprave të mira. Veprat cilat në bëjnë që me qenë xhennetli, cilat jonë ato. Veprat të cilat do të bëjnë shkak për me hinë xhennet, cilat jonë. E para dashurit e mi, besimi i sinqert. Besimi i sinqert. Besimi i sinqert është vepra më e madhe që e fut robin në xhennet. Është vepra më e madhe që e fut robin në xhennet. Është besimi i pastërt në Allahun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të vërtet ka thonë: "Men shahida an la ilaha illa Allah, men shahida an la ilaha illa Allah mukhlisan min qalbih." Kush dëshmon dhe deklaron se nuk meriton të adhurohet as kush me të drejt përveç Allahut, dakhala al-janna, ko me hyn xhennet. Dëshmia, deklarimi se Allah është i vetëm që meriton të adhurohet, të bën robi jam, rob i Allahut, o robi Allahut, të bën Allahu me hyn xhennet. Ama me thonë me sinceritet, me thonë fjallën la ilaha illallah me sinceritet, që ngërthen vetë vete edhe veprën. Jo që dhe kush me e keq kuptu, tash me thonë, hoxha tha, hadithi po thot, kush thot la ilaha illallah sincerisht, pej zemrës hin xhennet. Adhu në gjithash po thom një herë, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, me krejt zemër, me krejt trup, edhe u kryhina në xhennet. Ja, nuk o kjo s'është kuptimi drejt. Se fjala me sinceritet,
që thash, kanë vetë vetën brendësin e saj me punu me fjallën la ilaha illallah, se fjalla la ilaha illallah i ka kushtet e saj, që ai cili punon me to, me emrin e Allahut, ai ka me hynë gjennet. I kanë ardh një hoxhet madh prej selefi, prej muslimave të parë të hershëm, salafus salih, ka thonë disa po pretendojnë se veç me thonë la ilaha illallah hynë gjennet. Ka thonë po, se ka thonë fjala la ilaha illallah është qelsi i gjennetit, ama qelsi thot ka dhëm. Nëse vjen me qelsin që posedon dhëm, qelet dera e gjennetit. Edhe fjala la ilaha illallah ka kushtet e saj. Lejse l'imanu bit temenni, imani nuk ka me pretendime, po imani qka është, që shka thonë Ebi Ishaq Rahaweja, hoxha i Imam Bukhariut, rahimullah, ka thonë imani nuk ka me pretendime, po imani është ajo qka në zemër është ngull thell, edhe e vërteton ato qka është në zemër vepra. E vërteton vepra. Besimi i vërtet, dashurit e mi, e sjell bindjen në Allahun. Besimi i vërtet, besimi i pastërt, e sjell bindjen ndaj Allahut, mbështetjen ndaj Allahut dhe dorëzimin te Allahu subhanahu wa taala. A di çfarë do të thonë mu mbështetin Allahun te baraka wa taala? Po për këtë unë e kam adet që shtë në gjëstë hytë besë sikur se erë e galu për tawakkulin ke me fol në hytë ben tjetër. Qka në kupton mu mbështet në Allahun? Oh, sa e madhë është fjala, mbështetja në Allahun, tawakkulin Allahun subhanahu wa ta'ala. S'ka bërë qare pa e vërmen, te vredi shpejt, se ka shumë qka me vërmen. Ta do thonë kur robi e ka tawakkulin e madhë në Allahun të baraka wa ta'ala, sikur se kush? Sikur se baba i tauhidit që shnihet, Ibrahimi a.s. Kër e kanë qitë në katapult me gjujt a i mreti zullumqar, i ka ardhë Gjibraili a.s. i ka thonë Ibrahimit, paramendon, katapult, zjarri madh, pse e kanë hypë katapult, se s'po munden me afru, me katapult, me hypë zjarrit madh. Vdekja do të të qindat e sekondes është mu hudhën to. Po i vjen Gjibraili a.s. po i dhëtë, a ki nevoj për ndim? O Ibrahim, a ki nevoj për ndim? Tha për ty jo, për Allahun gjithmonë. Për ty tha jo, ti së vyjë kur gjëhesh. A për Allahun, gjdoher kam nevoj. Atër Allah i tha zjarit, ja naru, kuni barden wa salamen Ibrahim. O zjar, tha bëg shpetim. Salamen, barden wa salamen. Bëg dhe tëtë, o zjar, bëg i ftot dhe shpetim. Me pa thonë Allahu, o zjar, bëg në i ftot të shingria, apet i shdek. Po ka thonë, o salamen, po shpetim për Ibrahimin a.s. Që ata i ka ardhë baba e Ibrahimit a.s. i cili i mbaron të putat, dhe që ishte shkak për më ardhë të kja, tha ni'ma rabbuka ja Ibrahim, tha sa zëtë mirë kiti o Ibrahim, se po t'jon e veç i spekallu, që ditën, në fund s'pate qka me i bo edhe e nëzirën për i vendit, i tha i mërejti zonë, del piktu i ta u tanë. Përshet që zjarë i spekallu. Mbështeten Allahun të bareke wa ta'ala. Gjeja dytë, dashurit e mi, për veprave që në bën me, apo vepra që bën shkak për me hynë në gjennet, është qëndrushmëria në bindje, qëndrushmëria në fejnë Allah subhanahu wa ta'ala, el istikame quhet, në terminologjin islame. El istikame, qëndrushmëria, me qëndru drejt, mos me laku majt as djath, po me hec ashtu që Zoti ka kërku pej neve, e për këta Allahu ka thonë në Kur'an, inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فأتات شيطان ربنا الله زوتي ونشت الله ثم استقاموا pastaj qëndrun këtij pretendimi. تتنزل عليهم الملائكة do t'ju zbresin melajket në agoninë e vdekjes dhe do t'ju thuhet nuk ka frikë për ju, mos u mërzitni, mos u friksoni. Gjennetet të cilat janë premtu për juve, kjo kofshin për ju. Tret dashurit e mi, morali i mirë. Morali i mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ajo që i fut mas së shumti
njerëzit në xhennet është devotshmëria edhe morali i mirë. Kujdes o djalë i ri. Kujdes me moralin tënd. Kujdes kënë e ka marrë nek. Jetojmë një kohë, vallahi frigona që është kohë, nuk besoj që ka kalu kohë ma të vështirë se na që jena të kalu në këtë kohë. Ku jena rrethëku anë e këndë, në 4 anë prej njerëzve që na promovojnë jo moral. Ata përmendin një të madhe, që këtë ju e dini edhune. Betona në Allahun subhanahu wa ta'ala në këtë mimber për mimbereve të ti. Se nuk ja lejoj vetës me i këshyr ato programe të flishta. Ama po na imponohen në përrjetet sociale po na dalin. Big Brother. Big Brother. Big, very iblis person Kosova. Tha Big Brother dhip Kosova. Po, që shtu e kanë qyta po. E unë e thonë, Big Brother very iblis person. Qarkullon video aty, mashkull me mashkull të uputh. Pa i mbara, dalë aty një mashkull dhe një femër më uputh, o mbaret Allah subhanahu wa ta'ala, dhe kanë bo gjunat madhë, kanë bo të zoti. Po para me ndo me dalë. Kujdeso djali ri. Ata nuk janë yrën e kjët. Kjo nuk o morali. Vallaj, billaj, tallaj, të ribim atë mëdoja pa i bëjnë. Asë është morali dinit islam, po asë nuk është morali. Morali i do tëtë, se disa kur vëllaj, feja, ani për që, nuk pe jepim gjykimin që ka thot feja. S'po ki shef. Psa, shqiptaria jote thot që shtu me dalë mashtë me mashtë me putha? Shqiptaria jote thirë, kombion, thirë me puth mashtë me mashtlin? Tha jo gjithë ka pas dylbera. Pa dhe nëse ka pas gjithë dylbera, s'ta kanë dalë dylbera të rrugëve të uputh. Wallahi billahi unë e frigona se kjo mundet mena e pru një dënim të madh prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Mena e pru një dënim të madh. E muslimonit ati thot vetit muslimanët dhe këqyr Big Brother. S'di çfarë muslimoni jeti. Pasha Allah nuk di çfarë muslimoni jeti që i shëqën këto programe të flishta. Wallahi billahi këto e në programe të flishta. Me pas, shtetë që duhet me pas, këto duhet me indal. Se sot në përrjetet sociale nuk kena qasje, veç na kanë qasje dhe fmija. Hinë TikTok e aty e shetu puth, mashkullin me mashkull. Ta është dikush do të po që po mërtet ka shumë, po së kam del zoni ma shumë se dhe ma shumë kisha me përtit. Se me u thafshin zonat, me u cungofshin gjuht, kur nuk e i thojmë të keqe se keqe, kur nuk i thojmë të flishtë se flishtë, edhe nëse pagujmë shpim për to, wallahi ku me marë me pagu kësi qmime. Se kem gojnë për atë punë. Wallahi billahi nuk i frigojmë as paktish. Edhe shumë jam i vetdishëm që jam të folë. I madhë dhe i vogët du të mu qukë, këshërjem lap tu, oj do shërjem, mos hajde tani me kajtë të gjamia me thonë, o hoq ma ka marrë djali rrugën e keqe. Po rigati, këshëre vladin tëndë, këshëre familjen tonë dhe shka të këshyrë. Instaloja moralin e mirë, instaloja moralin e mirë në zemër. E pesta, e katëta falemni, respektin dhe i prinderve, për i veprave që në bojnë neve me hynë gjennet, është respektimi i babës edhe i nonës, që për fatë këtë sot është bo në file edhe kjo punë. Bilem do asë në file se kanë, asë në punë vullnetare. Dojnë me i thy komët mbas tjerve, po kur vjen pyetje nana e baba, hajtë se ka vakt, së ka din, o bo ma tuf, jo kështu, jo ashtu, o i dashurjem, i ka ardhë Abdullah ibn Abbasit, i ka ardhë një njeri, i ka thonë, o imam, o hoxh, e kom dash një qik, jëm shku me lyp, nuk ka pranu mu martu me mu, prej i nati dhe te kom marrë e kom byt, a ka tobe për mu, a ka tobe për mu, a ka pendim për mu, ka thonë Abdullah ibn Abbas, i ka thonë, e kina në gjallë, ka thonë jo, ka thonë kërka falet Allah, edhe ka hec, të hec, zonë si ti ka thonë, hoqë, po pse pyte për nanën? Tha vallahi, tha nuk di, tha, derë më të madhe që Allah ja kalon ha për robrit ti, se dera e nanës e dera e prindve. Jo që i keni babalartë dhe nanët gjallë, kujdeseni për ta.
Kujdesi për babën edhe nanën është derë pej dyrëve të xhennetit. Është derë pej dyrëve të xhennetit. Mos kujdesi ndaj nanës edhe babës është derë pej dyrëve të xhenemit. Zidh për nefsin tënd, a don me hin xhennet, a don me hin xhenem. Allahu na ruaj prej zjarmit të xhenemit. 5. Zemra e pastërt. Zemra e pastërt i dashur jem të bën o shkak me hyn xhennet, ama jo zemra e pastërt që na mësuan atë na pejon, ai pa çotën kom, tha Allahi. Mashallah të koft. Allahi, livritun e besoj Allahin, o mashallah të koft. Kur e ndinë zonin, hayya ala salah, hayya ala fala, ja s'kam vaksion të punu, po pse po rën? Ai ishte i sinqert në të parën kur lëvizë, kur u përmend emri i Allahut, apo je i sinqert tash që po shkon në xhamin dytën kur po thirrësh me shku në xhami, mi u përgjigj Allahut. Cili je ti? Cili je ti? Pastërtia e zemrës dashurit e mi është shkak që mu bo robi banori xhennetit. Ata që i kanë zemrat e pastërta, Allahu i ka lavdu dhe ka thonë: "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghill." Ne jau kemi nxjerr nga zemrat e tyra smiren. S'mundesh me hin xhennet. S'mundesh me hin xhennet me pas smir për dikon, me pas xhelozi për tjetrin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, na ka tregu para hyrjes në xhennet është një urë, quhet ura kantare. Aty është halaloki, po para kësaj çka është para kantares? Është sirati, është xhenemi. Nuk mundet me i dikush në xhennet pa u pastru. Pastrimin në ahiret, o lloj-llojshëm, një pillojeve të pastrimit në ahiret është edhe futja në zjarr. Xhenneti e don zemrën e pastërt, të pastërt prej shirku, të pastërt prej bidateve, të pastërt prej mëkateve. Kur të plotësohen që to 3 gjëra në zemrën e besimtarit, atëherë kjo quhet zemër e pastërt. Me pas zemrën të pastërt prej shirku, qof shirku i madh, qof shirku i vogël, me pas zemrën të pastërt prej bidateve dhe me pas zemrën të pastërt prej mëkateve. Pastaj largimi nga mëkatet dhe pendimi i dashurit e mi për të bomat tona o shkak për me hin xhennet. Banorët e xhennetit janë ata që nuk janë të pagabushëm. Nëse dikush mendon se banorët e xhennetit janë të pagabushëm, jo, banorët e xhennetit janë gabimtar, po janë ata që nuk e kanë lënë gabimin, ja u nxon gabimin, po janë pendu prej mëkateve. Që ata pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë, krejt bita Ademit janë gabimtar, po më të mirë pe aty në gabimtarve janë ata që pendohen. Nuk ka emet me i bo gjuna Allahut i dashur jam. Allahut me i bo gjuna nuk ka emet. Sikurse na mos kishim me i bo Allahut gjunahe, Allah kish me na shkatru neve, kish me kriju një popull tjetër që bën gjunahe dhe pendohen të Allahu. Për atë nuk është emet me i bo gjuna Allahut subhanahu wa taala, po emet është që mos mu pendu pas mëkatit. Ama kjo nuk në kupton se dikush më thon, hoxha tha që tash gjunahe, s'pas kem ka ikim gjunave, po t'ja groj. Jo, besimtari i mirë ruhet pi gjunave. Oj, kujdesshëm. Po është njerëz zilloki, ne njerëz, ne gabojmë. Ama jo me ta nxon gjunahin, po mu pendu me nërë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj, bamirësia dhe shpërblimi për hir të Allahut. Bamirësia, shpërblimin që e ka dhe shpenzimi në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Me të vërtet, Allahu i lavdhon ata të cilët bojnë mirë dhe shpenzojnë në rrugën e Allahut, thot alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra, ata që japin për hir të Allahut, japin për hir të Allahut në mirësi dhe në vjeshtërsi, në begati e jo në begati. Mësa e vetën me për hir të Allahut, mësa e vetën me ndihmu dikon. A disa ka nevojë ky popull dashurit e mi mu ndihmu. Gjeni student një djalë të mirë, që o djalë i mirë, i shpis mirë, o të studiu, si ka kushtet mirë, ndihmaja mu studiu, ndihmaja,
Vallaj se vap madh kite Zoti me shku një studenti. Pasha Allahun, i kem pas do plesh të mirë. I kem pas do plesh të mirë. Vallaj billahi kur i kam pas studentat të shku, ku shkune për shkollat e tyne, nuk i kanë lonë po jep diçka thonë merre si se të mësu. E sidomos kur ka pas, po flas në kohën kur kam pas, ka shku dikush për më u bë hoxh, më mësu dinin e Zotit. Me mësu dinin e Allahut. Wallahi kisha me përmend me emër, po s'ka marrë leje pej ti. Tregoj ke një hoxh i joni, Allahu e bëshiroft, e forcoft, e drejtoft ato edhe neve. Ta zeke për një plak, një këshit vetë, të sa herë visha pi medrezës në pushim, në vikend, të shtun dhe dilë, dhe ke nuk më sheke pa mjep, diçka më thëke mere me bacën, thëke fukara, a mjep ke shka mere pash Zotin, thëke se ti pa shkan me mësu dinin e Zotit, e nese keme na u këthy imam, keme u këthy pishtarit vërtetës. Aman ja Rabbi sa kem nevoj me i praktiktu në këto vetë. Unë e përmenda ato që do në më bohojgjë, po nuk veçoj veç me hoxhën, jo, çdo student që mëson për hir të Zotit, që të ardhmen komi bo mirë këty umeti, komi bo mirë këty vendi, ndihmoje, nëse ke mundësin me ndihmu. Se Allahu subhanahu wa ta'ala don për neve që na me ndihmu. Pastaj, leximi i Kur'anit. Leximi i Kur'anit dhe namazi i natës është shkak për me hyrë në xhennet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot: "Afshu salam." Edhe kjo një për veprave që të bosh kak me hinë xhenet. Shpërdojeni thot selamin. Wa at'imu at-ta'am. Edhe jepni ushqim. Jepni ushqeni tjertë. Wa sallu bil-lejli wan nasu niyam. Faluni natën kur njerëzit janë duke fjetë, tadkhulu jannata rabbikum bis-salam. Keni mi hinë xhennetet e Zotit ju me selam, me paqe. Para dashurit e mi, edhe e fundit për sot, me këta e përmbylla, është bërja mirë njerëzve. Mi bo mirë njerëzve. E hapet po thom, ku sa ka nevoj ky popull janë mi bo mirë. A disa njerëz sa halëgji jonë. Ka një herë, ndoshta një fjallë, ti me një fjallë i bën shumë mirë tjetërit. Me një ndërmjetësim tondin që ja bën për X-in edhe Y-in, a disa fiton të Allahu subhanahu wa ta'ala, thot pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, Allahu e ka bo bamirësin, detyr për çdo gjë. Allahu e ka bërë bamirësin detyr për çdo gjë. Bëni mirë njerëzve. Ndihmojini njerëzit. Khairukum anfa'u lin-nas, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më i miri, më i khairit mesin e juaj është ai i cili është më i dobishmi për njerëzit. Ndihmojini njerëzit. Ti që ki mundsi me ndihmu njerëzit, ndihmoj ata. Wallahi billahi, nuk e kam pa një njeri i cili ja u zot dorën njerëzve. Ja u ndihmon njerëzve kur ata janë në vështirësi, e Allahu subhanahu wa ta'ala me lon keq ata. Unë nuk e njoh halon jo. Nuk e njoh. Ndonjë që ju bën mirë njerëzve ka mbeta i vetë keq. Wallahi billahi, ai cili i ndihmon të tjerët, Allahu është në ndihmën e tij. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, derisa robi thot e ndihmon vllahun e vet, Allahu është në ndihmën e tij. A do të ndihmoj Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndihmoj të tjerët. Ndihmoj me mundësitë tuaja çka i ki. Me mundësinë tonde, ndihmoj njerëz sa të ke mundësi. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.